Para pak ditësh ka dalë në botim libri me poezi Pikënisja e mëkatit i autorit tropojan Lulzim Logu, një vëllim poetik që ngjall ndjesitë thella shpirtërore dhe i fton lexuesit në një udhtim përmes detit dhe bjeshkës, dy simbole të dashura të krimtarisë së tij. Në vim, klubi i shkrimtarëve dhe artistëve tropoj, në bashkëpunim me klubin letrar Gjon Nikol Kazazi të Gjakovës, organizoi në qytetin e Bajramsurit promovimin e këtij libri poetik, duke sjellë një ngjarje të bukur kulturore që bashkoi krijues artë dashës e miq të fjalës së shkruar në të dy anët të kufirit. Gjatë promovimit u theksua se poeti tropojan Lulzim Logu në këtë vëllim poetik mban detin dhe bjeshkën në poezinë e vet, me ngjyri me dritash të veçanta si kuror, mbretërish dhe mrekulli mendimi që u përkasin lartësive. Ngjarja është shoqëruar me diskutime, lexime poezish dhe përshëndetje nga shkrimtar e poet të pranishëm, duke dëshmuar edhe një herë se letërsia mbetet një ure e gjallë midis Tropojës dhe Gjakovës, midis Shqipërisë dhe Kosovës.